أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me shëtitjet tona në këtë kopsht ku janë të grumbulluar këto ajete kuranore dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat me një mjeshtri të rrallë i ka përmbledhur imami i madh, Imam Neveviu rahimahullahu taala, i cili ndonë se jetoj shkurt, po nga sinqeriteti dhe dija që kishte, la pas vete gjurmë të mëdhaja, të cilat edhe shumë shejkuj pas vdekjes së tij vazhdojnë të japin frytet dhe bereqetin e tyre. Jemi në librin Riyadus Salihin, në kapitullin që flet për raportet e besimtarve me pushtetarët musliman, dhe se muslimanët e kanë detyrë dhe obligim të binden pushtetarit musliman, përderisa ai nuk urdhron në mëkat. E në momentin që ai urdhron në mëkat, s'ka dëgjim e as bindje ndaj tij, siç e ka emërtuar kapitullin Imam Neveviu rahimahullahu taala, dhe pastaj ka sjellur hadithin 663 me radhë, që nga fillimit, hadithi i parë në këtë kapitull, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. نرفن عبد الله ibn Omeri radiyallahu anhuma, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: çdo individ musliman e ka detyrë të ndëgjon dhe t'i bindet pushtetarit musliman, edhe në gjërat që i don, edhe në ato që nuk i don, përveç se kur të urdhrohet në mëkat, e nëse urdhrohet në mëkat, atëherë as që e dëgjon e as që i bindet atij. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Një hadith i cili e ndihmon besimtarin për të ndërtuar qëndrimin e tij ndaj pushtetarit musliman në bazë të dëgjimit dhe bindjes, dhe nëpërmes këtij raportit krijohet harmoni brenda një shoqërie, ka besim të ndërsjellët mes pushtetit dhe popullit, dhe në atë situatë ka zhvillim dhe përparim, gjëra të cilat na sot i shohim me sytë e ballit në jetën tonë të përditshme. Për shumë arsye, e para për shkak se pushtetet bashkohore jo që nuk udhhiqen me ligjet e Allahut Dhu Xhelal në zhvillimin e shteteve të tyre, por ato edhe e armiqsojnë, edhe e luftojnë qeverisjen me ligjin e Allahut Dhu Xhelal. Edhe për këtë arsye, bota shkon drejt kaosit, ku nuk vlen ligje dhe rregulla, po i vetmi ligj i cili ka vlerë dhe fuqi sot fatkeqësisht është ajo që quhet ligji i xhunglës. E çka do të thonë ky ligj? Ku më i forti e dhe më i keq, edhe më i keq,
e imponon vetveten me forcën e tij që ka. Dhe sot bota është e tillë, ku shtetet e mëdhaja dhe të fuqishme, ato që kanë forcë ekonomike, ato që kanë forcë ushtarake, ato që kanë forcë industriale, ato e dominojnë botën. A është me drejt, a është pa drejt, a është me vend, a është pa vend, askush ma nuk e bisedon atë temë. Thjesht është i fortë edhe bën çka të don. Kurse në Islam nuk është e tillë situata. Islami insiston që secili më dhon hakin e vet. Muslimanit hakun e tij edhe të pjesëmarrjes në shtet, po edhe të fesë që ka, po edhe jo muslimanit. Jep hakun që meriton. Edhe si jo musliman, po edhe si qytetari i atij shtetit islam. Edhe kështu bota ka ecë shekuj me radhë, ku më të kënaqur kanë qenë jo musliman që kanë jetuar në atë shtet se sa muslimanat. Për shkak të drejtave dhe lirive që kanë pas. Dhe këto ajete dhe këto hadithe që na i kemi si një thesar shumë i shtrenjtë, i paçmueshëm, nuk u din vlerën. Edhe fatkeqësisht nuk i përdorin për me tregu e përsin e islamit, i cili shumë shekuj, shumë para se me ardhë këto emërtime të reja politike, kushtetut, ligj, siguri, zhvillim, përparim, shkencë, i ka sjell Kur'ani dhe i ka sjell Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë qenë realitet i përditshëm në botën islame. Ku secilit i është caktu pozita, vlera, obligimet e njërin dhe tjetrit, rregulla që i kanë zgjidh problemet dhe mosmarrveshjet në mënyrë të jashtëzakonshme. Na folëm për këtë temë në fillim të këtij hadithit. Pse e them këtë përsëri? Që ne si musliman sot mos ndihemi inferior. Edhe kur kufri e sulmon islamin, e sulmon shariatin, mos ndihemi na se na zonën ngusht. Edhe na kena faj. Jo. Kur'ani dhe Sunneti, ligji islam, shariati Allahu dhul xhelal, çdo herë ka qenë avancues. Çdo herë ka qenë mbi të gjithë. Edhe ashtu ka me vazhdu deri në kiamet. Atë që e ofron shariati Allahu dhul xhelal, nuk ka ligj në botë që ofron. Nuk ka. As krahasim bilëm nuk bën. E tash normalisht qafirat dalin edhe e sulmojnë, e kundërshtojnë, pengojnë me qenë dominant në shtetet muslimane. Pse? Mu për këtë arsye. Se në momenti që një shtet do të qeveriset me ligjin e Allahu dhul xhelal, do shifen zhvillimet marramense në atë shtet, edhe do i mushet mendja krejt botës se na s'kemi nevojë me prodhu lloj-lloj sistemesh politike, qoftë ajo komunizëm, qoftë ajo kapitalizëm, se mjafton ligji i Allahut me qenë ai i cili udhëheq njerëzit, musliman dhe jo musliman, sepse gjithë ja shohin hajrin edhe përfitojnë prej tij. Andaj në prizmën e kësaj duhet me kuptu edhe këto insistimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kur janë muslimanët më një vend edhe kanë një kryetar musliman, i cili qeveris me ligjin e Allahut dhul xhelal, me bo sabër. Mos mu bo vegël e armiqve nga jashtë, edhe mu bo ti ai që e shembe dhe shkatron atë sukses të muslimanëve, duke kriju anarki edhe kaos. Edhe andaj, ajo që unë e mendoj se kemi nevojë na të gjithë të edukohemi nga këto argumente fetare është më kjo. Pjesa e veprimit konstruktiv brenda një xhamati, brenda një tërësie. Na mos të çoh më larg Shkup. Xhamiat e Shkupit. Veprimet e organizuar të davetit në Shkup. Të gjitha fazat brenda 14 viteve, ktheu dhe analizo, e shef se na nuk kemi këtë edukat
për të qenë konstruktiv brenda strukturave organizative të xhamateve, të xhamijave, të organizatave. Janë 10 veta bashkë, e vendosin me punon 1 javë, 1 muaj, 5 muaj, 1 vjet, 2 vjet, punët e përditshme normalisht që të nxjerrin para situatave ku krejt mes me pas një mendim. Ku secili me pas mendimin e vet. Edhe mas 1 viti, mas 2 viti, që ato 10 veta mos mujnë me vazhdu bashkë, bon 2 grupe, bon 3 grupe, bon 4 grupe. Kjo jo vetëm në aspektin fetar, në aspektin politik. Del një opcion politik, për ti dalin 10 tjera. Këtë kjo të regon këtë defekt, që këto argumente fetare mundohen me shnosh, me shëru. Na nuk kemi plane afat gjate. Na nuk kemi sabër që me punu 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, e pastaj me fillu me i vjel frytit e punës tonë, dhe normalisht me konstatu se kush e ka ma tamam e kush e ka ma tamam. Jo, për 1 javë, për 2 javë, për 1 muaj, për 2 muaj, për 5 muaj, aq në sosët neve sabri, edhe o unë dë bona kryetar, o largohem. O dë bona si e thamune, o s'marr pjesë më këtu. Edhe shumë shpejt prishen organizime, xhamate, xhamia që kanë fillu mirë. Pse? Se nuk e kemi këtë gatishmëri. Kush është i pari në mesin tonë? Ti. U kry puna. Na kena me djek, na kena me ndëgju, na kena me të respektu, na kena me të dimu, esti për para. Së është pa tjetër ti mi azon vejnë ati për me punu. Së është pa tjetër ti me posë pozitin e ti për me dhonë kontribut. E dini pse ndodhë kjo punë? Për shkak të një pjesë e madhe jona, pjesë dërmuese jona. Dashuria për pushtet, edhe për famë është ma e madhe se dashuria për bamirësi dhe kontribus. Neve ma shumë ne intereson kush e bën dhe kujt i atribuohet, se sa bëjmë na punë të mira, edhe sa mirë i bëjmë ato punë. Në rëndësi është me thonë, ky e boni edhe ai e boni, këta e bënën edhe ata e bënën, se sa çka bënën, se sa bënën. Edhe ky problem neve ala na shoqëron fatkeqësisht. Hala, po flas tash për neve si musliman, hala nuk dojna me kuptu. Na e thënë për muhabete teoretikisht, se Allah është ai që shpërblen dhe Allah nuk i ka asgjë, ama realisht na nuk po e dim. Se nëse unë edhe ti insistoj që të përmendet emri jot ose të përmendet emri jem, pse nga frika se ndoshta do na vidhet mundi, atër na alase pas mi kuptu se as kujt mundi të Allah nuk i humbë. Se Allah nuk i fshehet asgjë. Dhe çka do që bëjmë, ajo të Allahu evidentohet. E atër ti çka ki problem? Nëse Allahu e din, nëse Allahu e pagun, nëse Allahu e vlerëson, ti çka ki problem nëse dikush për njerëzve të ka fshi emrin? Nëse dikush për njerëzve o të mundu me të ka përsi. Normalisht, edhe ato kanë zgjidhjet në vete, edhe organizative, edhe teknike, por ajo nuk duhet me qenë shkak që mu prish punë të madhe, punë të mira. E shumë punë të madhe, të mëdha e të mira janë nisë për shkak të përçarjes dhe për shkak të mungesës së këtij rregullit, respektoj të parin tanë, sidomos nëse është musliman, nëse ka frikë Allahut xhelal, nëse është i devotshëm, nëse është i namazit, normalisht njeri pa gabime s'ka. Ama atë që e ki respektoj. Nëse ki këshill, jepe. Nëse ki propozim, jepe. Nëse ki vërejtje, jepe. Ama mos e prish, kejta të ndreq, pse ky edhe ai nuk të shkon për qefi ty. Mos e prish, kejta të ndërtu me vite, për shkak se ti edhe filoni s'dini mu marrë vesh me zvete. Nuk prishin këtë gjama. E ta që këtë gjami, ku na falemi dhe majmë derë se mësime. Normalisht, me nalon këshilli gjamis neve mu përzi, e kishme bo të lovi. Dikush shel derën, dikush shel derën.
Dikush lëshon nxemjen, dikush nal nxemjen. Dikush shto klimën, dikush nal klimën. Dikush dhes dritat, dikush fik dritat. Lam që po puna. Po ka këshill, edhe na vimi në xhami, nuk prekim gjana që s'janë kompetencat tona. As i kallim dritat, as i shimim dritat. As e dhezim nxemjen, as e fikim nxemjen. As i dhezim klimat, as i fikim klimat. Pse? Që nuk është puna jonë. është puna e dikujt. E tash të vjen xhami për shembull duket tërë. Se këta vllaznit e kanë para pa ma pak rrymë me harxhue, edhe me u fal tërë nuk ka zarar. Askush me neve nuk shkon me kall dritat këtë. Pse vallat tërë. Pse se dikush është përgjes për atë punë. Kjo edukate, kjo kulturë që na e tregojmë dikun spontanisht, duhet me qenë praneshme të na edhe në pjesët organizative tona. Edhe nëse ka strukturë që është ndan përgjegjësia te këta, atë secili e merr përgjegjësinë e vet. Në fund vitit insiston në mbledhje të rregull, edhe shënime etike që kjo u bo, kjo është e mirë, po që kjo ke gabim. Sipas meje. Edhe nëse korrigjohet botë edhe më mirë. Që kjo ke shumë mirë, ama këtë gabim mos ta kishte pas sipas meje, do bëhesh edhe më mirë. Normalisht ti kur thu që është gabim, mos prit çaj me thon valla mirë, jo thotë ai s'është gabim. Ti po e shef gabim, sipas meje është në rregull. Bile mos me paskon kjo pikë që ti e konstaton si gabim, s'do kishte më u bë hiç projekti. Edhe kështu si vllazën debatojnë, bisedojnë, edhe në fund marrin konstatime, edhe gjithsesi të vetëdijshëm për mangësitë që gjithë i kanë, ecë puna përpara. E i bën 5 vjet, e i bën 10 vjet, e i bën 20 vjet, e i bën 30 vjet, çajo strukturë. E ka filluar bashk, e ka vazhduar bashk, edhe çon përpara bashk. Derisa të vjen rendi, mjalon amanet trashëgimi brezave që vijnë pas. Ama ku e gjen këtë shembull të natë? Ja, si t'ja nisin 5 veta, 10 veta, pa u da, grupe, s'ka. Pse? S'kemi sabër. Na me kon pasues, na me kon të bindur, dëgjues, të parit ton. Më njerë i gjemë behane, më njerë reagime, më njerë, valla s'po shkon. Normalisht këtë medan, po flas tash për gjendjen tonë reale, ka dhe tut, ka dhe interes. Dikush i bashkohet xhamatit të mendu se aty dahen megje, aty dahen trashëgimi, pare. Edhe kujton se si t'hijen xhamat në organizat, ai do bëhet milioner. Nëse nuk i shkon për shtati kjo punë, largohet. Njëti i prish, njëti i keq. Tjetri hen në punë, në aktivitet, në projekte, kur i vinë për mikrije me i folë, ti pse me ata, ti pse kështu, tutet largohet. E këto s'kan ilaç, këto sëmundje. Këto janë sëmundje që si kanë hije muslimonit, që s'du të mi pas muslimoni i vërtet. Se muslimoni lakmin edhe frigën du të me pas vetëm për Allahu, dhe të Allahu. Edhe njerë po thamë, edhe për mu edhe për ti për këtë në vlenë. Lakmin edhe frigën, veç me Allahun du të me pas lehtë. Veç për ti me prit edhe me kërku, shpërblim e bereqet e pasuri, edhe vetëm ati duhet me jutut, as kuj tjetër. Hiq. Kjo është akide. E kjo akide duhet me qenë e pranishme të na për çdo ditë. Edhe mos me prit për njerëzve pasurim, e as mos më tutut për njerëzve se ndodh diçka nëse ti e shërben fejnë Allahut xhelal. E pastaj ti merre këtë edukat që na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe bënu element konstruktiv ku do që shkon, ku do që me ka do që bashkëpunon, ku do që bashkangjitesh. Veç një mo. Sa të kesh mundësi, sikur se ndodh spontanisht, kur i sheftin lagjet tone, mahall tone, dikush të punu, të bo shpi, ti punë e parë që i thu punë e marë,
edhe e dyta, si të dish me vënë e punë, e merë kacin, e merë, do të thotë, çka ki mundësi me bo, edhe kontribon një mënë. Jo me ndodhë si gjnodhë me do, vjen edhe qefti të punu, edhe qkajin të bo, vallë që, na ka mundësu Allah me bo një shtëpi të re. Po pse se bo në kështu? Po ki plan zbëjka, po pse se janis e kënena, po pse këtë material, po pse këta punëtor, po pse hala iq pa thonë të as punë e marë, as pa të ofru ndim, janis me të donë vërejtje edhe me të kritiku. Dhe të shka i thu, faliminerës, hajtë, qire punë të tuja se e kështu jemi nanë shumicën e jetës sonë. Nëse në me i thonë punë e marë edhe me marë kontribut me punu me ndimu, na hala pa i thonë punë e marë, hala pa ja uru, hala pa dhonë kontribut, na i kalëzim vërejtjet. Kjo keq, kjo zvan, kjo palidhe, kjo hiq zëvejka. Njeri me muj për para është përgatit me anisë kësaj pune. Kur është që anisë sot për sot. Edhe s'ka logjik ti që ashtu musil, ama kjo është kultura e disa njerëzve. E këti me i thuhet elemente destruktive. E fatkeqësisht që si elemente në çdo xhami, në çdo xhamat, në çdo organizat ka pak si shumë. Ai me ndimu me ndreq jo, ama me prish mjeshtër. Mjeshtër. Edhe atë me kualifikime të larta. S'ta merr mendja ty, nuk shkon mendja ty në atë formë si ai i kupton gjonat ka e prapa. Edhe çfarë kontributi për me prish. E na, shoqatën tonë të bjeshkatarve, shpesh herë kur përplasen mendimet, insistojmë me respektu kryetari. Pse? Për me dhonë tërbije. Se mangësi këtë kanë. Ama me kuptu se respekti kryetarit i jep bereqet edhe jep zhvillim pozitiv punës. Edhe kjo shembull, na kanere e bëjmë hajgare, e bëjmë humor, e bëjmë me vllazillëk shumë këndshëm këtë bisedë. Mirë po thjesht është shkollë me një organizatë shumë të vogël, që s'ka qëllime ku me di se çfarë të ndryshimit të botës. Mirë po është një shkollë edukimi që na për ditë edukohemi, respektoje të parin, ndiqje të parin. Pse? Se aty është bereqeti. Edhe kur ti e ndërton një kulturë të tillë brenda kësaj organizate, nëse kur do bëhesh ti i pari, keq që e strukturë ka mu sjell me ty, si e sjell ti me të parin përpara. Pse? Se shpërblimi është sipas llojit të veprës. Nëse na si xhamat i respektojmë të partë tonë të mirë që i kemi, kur ti si i ri, kur të vish me koni pari ati xhamatit, kanë me respektu ty xhamati që është në njëjtë. Edhe kundërta është e kundërt. Nëse ti sa të vish rebelavesh, kur gjos pëlqen, kur gjos kanë bo, e ti ta shpëtimtari, kur gjanishi që me punu, krejt ato masë kanë me thonë, kur gjos ke bo, këtë që ke bo pali dhe kanë s'ka vlerë, edhe kështu vazhdojnë. Si kurse përmenë Allah i madhëshëm, me rast tjetër, kullema gja uhtën la'net uhtaha, gjërë që vjen një grup e malkon tjetërën, gjërë që vjen një brez e malkon të kalumin. Jo, e kundër të është e sakë. Na, si hoxhallar, si t'jemi mirë njës edhe vlerësues të mundit hoxhallarve para neve, edhe atyre para atyre, do më thonë, kanë me qenë gjemat jo mirë njës dhe neve, dhe ata që vinë pas nesh dhe nesh. Nëse t'je përbuz mundin e të parve, edhe kur gjës përqen për jasoj që kanë bo ata, kanë me ta përbuz edhe ty mundin sot edhe nesër. Këtë janë regula. Andaj ky hadith, kështu du të me kuptu. Shife se dhe të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Alal mar'i al-muslim as-sam'u wat-ta'a fima ahabba wa karih. Muslimani duhet me e ndëgju dhe ju bind të parit edhe në gjërat që i don, edhe në ato që nuk i don. E të shkjo është dilema, dhe mund që kur i dojmë na për mishe, për petla ketë, jemi troqës, kur kush nuk i dhënohet. Ama Zoti mos e boft me ta dhoni detyrë një obligim pak më të rëndë. Thuaj që kom gjete be bashkë mua.
Po, se ndave pak. Po mirë be, në mish kur thira une, së më thajë, asë njësë më ka thonë, pse më thirë mu në bukë më angër, pse bashkë mu më thire. Asë një nuk thotë pse më thire mu në bukë. Ama kur ndajmë punë, shpesh argjem vëlla, a mu be, bashkë mu më gjete. Na, a me gjithë se me angër bukë, është nderë, po s'ka shpërblim, ama me bo një punë, është problem. Edhe andaj, këto hadithe që pastaj janë bo pjesë e debateve të shumta mes muslimanëve, i kanë nxjerrë nga konteksti edukativ i tyre. Qëllimi i këtyre argumenteve fetare është që muslimanë kudo që organizohen, të mundohen si ato bletat, se cili ta bën punën e vetë dhe normalisht këtë ajo punë të paraqitet, përfaqësohet, të udhëhiqet nga një që është i pari i tyre. E në të zhvillime nuk shkojnë këtë punë të marrë mirë, si dojmë na. Çdo herë në të gjitha punët ka turbulenca, ka tollovi, ka mosmarrveshje, kështu është jeta. Ama nëse secili prej neve mundohet me qenë konstruktiv, me dhonë vërejtje dhe me vazhdu, me dhonë propozim dhe me vazhdu, me pas mos pëlqim dhe me vazhdu, kjo është ajo që është e rëndësishme. Shumica e xhamatit, kur janë konë vetë xhamat na për xhamia tona, kishin shumë vërejtje për këshillat e xhamiave, për xhamia tona. Na prej fillimi po të më thonë vllazni, se cili për neve kush ka mundësi në xhamin ku fat rregullisht, le të kandidon për antar këshilli, le të jep kontribut dhe mund për të ndihmuar zhvillimin e jetës fetare brenda xhamisë, organizime ndryshme. Dhe normalisht ishin më të ri, kishin më shumë punë, kishin qëllime tjera, tash dal nga dal, po e kuptojnë se pa hyrë mrena, pa hyrë në valle, së në ndron valle. Pi anë është të nejtë të këshirë, të s'mund është me imponu vallën tonë. Edhe po hinë tash në përkëshillat xhamijave. Kur po hinë në përkëshillat xhamijave, po e kuptojnë henes se ndryshe ishte me konë publik, ndryshe ishte me konë lojtar. Përgjësi, gajle, angazhim, lodhje, mund edhe në fund, shka kini bo, be kur gjës kini bo. Kjo punë sa letë është. Si be kur gjës kemi bo, si be edhin, gjithë natën pas gjunë, gjithë ditën pim punës shtetit, të xhamia i angazhum, shumë herë të elon pas dore familjen, të elon pas dore, të në fund kur gjës ke bo, ta shkëthejet lejnë të masë. Katar. Po gjithë të shka thëshe, shka janë të bobe këta kur gjës janë të bo. Si be këta s'kanë kënë një farë përgjësi e gajle. Ti dje që është të farëshe. Edhe nuk ja dish atyre që bëjnë diçka. Mund me konë shumë, mund me konë pak, e shmabe tjetër, ama bëshin diçka. E ti, vese me unimu atyre veç kishe vërejt në kritika. E sot kur ti e more për sipër, sa zorë ka në konë. Nuk ka në konë zorë me punu, po me njerëzit si mu morë vesh ka në konë zorë. E tash e kuptove se nuk ka në letë. Edhe andaj në theme o vllazni, pa hin valle, mos kritiko. Pa hin loj, mos kritiko. Pa marrë përsipër përgjithësi, mos kritiko. Edhe nisja jetës tone, sa ma i ri që je, veç bënu individ konstruktiv. Ku të shofë që bëjnë mirë, nimo. Ku të shofë që bëhet mirë, lavdro. Ku të shofë që bëhet mirë, për krah. Edukoj e vetën tonë me energji pozitive. Mos u bën si ajo miza. Veç na për plaga dhe vara me shku. Po bënu si bleta. Veç na për nektarë dhe lule shetit. E mos e ne, si ta edukosh vetë vetën edhe si ta frymëzosh vetë vetën, ashtu edhe ka me reflektu jeta jote. Edhe andaj, nëse na kështu edukohemi o vllazni, kjo është qëllimi i këtyre argumenteve fetare, që neve me na rujt bashkësil,
unitetin, xhamatin, që secilit me ditë punën, kontributin, hakin, për secilin me fol mirë, ku të kish vërejtje, shkon ja thon atij në sy. Nëse mendon ti që është vërejtje, se po man kjo nuk është vërejtje hiç. Edhe të ecim përpara të ndihmu njëtin punë të mira, të përkrah njëtin punë të mira, të ja letu njëtin punë të mira. Fundit edhe unë, edhe ti, edhe këtë na llogarin të Allahu e kemi. Edhe shpërblimin, po edhe ndëshkimin nëse kemi gabu. Kur kosh na se kemi përgjegjësinë, as nuk kemi nevojë me kon gjyqtar të njëri tjetrit. Së është puna jonë. Këtë na kena mu gjuku para Allahu dhul xhelal. Ama ai din ma mirë se gjithë, edhe dukshmen edhe të fshehtë. Ti mund është me i ditë 2-3 sena, ama jo gjithë, edhe ato që duken, e ato që janë të fshehta, së mund është me i ditë hiç. E Allahu këtë i din. Që puna e gjukimit, që alom Rabbul Aleminit. Atje një të bindun, se e mira, nëse këtë bota i dalin karshi, ajo ka me vazhdu me qelë, me bo lule, edhe me dhonë erë të mirë. E keqë nëse këtë bota e përkrah, ajo ka me u venit, ka mu u vishk, edhe ka mu u tha. Kjo është regull, kjo është regull. Edhe na këtë galit më pas, veç a jemi në hak, edhe a jemi të bo mirë, pasaj mëse ke i galit. Se Allahu, se cilë kam ja dhonë vendin e vetë. E inshallah Allahu na udhëzon gjithve, na falë, e na mundëson të edukohemi në edukat mirë, e të bëhemi individ konstruktiv në zhvillimin e jetës tonë organizative. Allahu i madhësht me falë mangësiet e dobësitë tona, ne bashkon zemrat edhe mendjet tona në hak, Kur'an dhe sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ne leton vështirësitë, ne shton vullnetin për punë të mira, e vazhdojmë duke dashur njëri tjetrin sinqerisht dhe duke ndihmuar njëri tjetrin sinqerisht, derisa të kemi jetë këtë botë, e dalim për kësaj bote duke qenë Allahu i kënaqur me ne. Walhamdulillahi rabbil alamin.